Në Washington po mbahet takimi i pranverës i Fondit Monetar Ndërkombëtar në një kohë kur vendet e botës po përpiqen të gjejnë rrugë për të përballuar dhe zgjidhur krizën ekonomike dhe kur vetë roli i këtij institucioni është bërë objekt diskutimesh të shumta. FMN-ja ra dje dakord që të akordoj $250 miliard që t'i ketë si burime për të dhënë hua vendeve në vështirësi. Fondi ka parashikuar një rritje negative për këtë vit dhe ka thënë se do të jetë viti më i vështirë që prej 60 vjetësh. Ne kemi tani në studio zëvendës Ministrin e Financave të Shqipërisë, zotin Sherefedin Shehu, i cili mori pjesë në takimet e pranverës të fondit. Atëherë, zoti Shehu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Siç mund ta keni parë edhe gjatë takimeve pra të pranverës ku ju morët pjesë, situata ekonomike dhe financiare në botë është e zyntë. Cilat kanë qenë efektet e krizës në Shqipëri? Takimet e pranverës janë takimet të zakonshme që fokusohen në marrëdhëniet midis dy institucioneve, bankës dhe fondit me vendet anëtare. Dhe ndryshe nga vitet e tjera, ky sezon u fokusua më shumë në krizën financiare, përsa i përket Shqipërisë. Shqipëria nuk mund të themi se është e izoluara, por fatmirësisht akoma nuk është e goditur nga kriza, pavarësisht se ka efektet të krizës që shifen në disa aspekte të ekonomisë dhe të financave shqiptare, por ajo që është pozitive është se akoma të gjitha parashikimet e institucioneve financiare është që Shqipëria do të ketë të paktën rritje ekonomike, pra nuk do të ketë rënje ekonomike, ndoshta jo në ato parametrat që kemi parashikuar ne. Kështu që ne konsiderojmë këtë rënje të mundshme të rritjes ekonomike dhe njëkohësisht biseduam me Fondin Monetar Ndërkombëtar për mundësitë e bashkëpunimit për t'i parandaluar dhe njëkohësisht edhe për t'i tejkaluar pastaj efektet e krizës në ekonominë shqiptare. Parashikimi i FMN-s për Shqipërinë për 2009 ka ndryshuar dhe në mos gaboj është rreth 0.4%, ndërkohë që rritja e vitit kaluar ka qenë mbi 6%. Kjo është një rënje masive. Si e shpjegoni ju një gjë të tillë dhe faktin që Shqipëria po thotë që efektet e kësaj krize nuk po e prekin vendin? Po, kjo ka disa arsye. E para, pse po ndodh është shumë e thjeshtë sepse kjo po ndodh në gjithë botën dhe tashmë është e ditur që ne nuk kemi burimin e krizës edhe nuk mund të jemi në përmasa botërore, por të paktën në nivel kombëtar. Për sa i përket rënies ekonomike, ka disa parashikime. Një është ky që thatë ju për fondin, po ndërkohë ka banka parashikimin e vet që është rreth 2%, ka Banka Europiane për Integrim dhe Zhvillim që e ka mbi 3%. Megjithatë, e rëndësishme është që ne konsiderojmë që ka efekte dhe Shqipëria nuk mund të tejkalojë ose ta kalojë këtë krizë pa u prekur. Tashmë ajo që është e rëndësishme, pse themi ne? Ne themi sepse e para ne kemi punuar duke supozuar që do të prekemi nga kriza, sepse kemi përgatitur një buxhet që supozon që jemi në kushte krize dhe kemi krijuar disa fonde ose rezervë, kontingjenca të cilat garantojnë mbrojtjen e ekonomisë dhe të buxhetit shqiptar dhe garantojnë programet e shpenzimeve publike, edhe në kushtet kur do të kemi një rënje ekonomike dhe automatikisht rënje dhe të ardhurave fiskale. Për sa i përket faktit që ne jemi më pak të prekur, kjo kam përshtypjen që edhe nga disa analizat e tjera rezulton që më shumë është sepse ne kemi patur një politikë e cila ka synuar në rritjen ekonomike dhe nxitjen e zhvillimit të biznesit dhe në thithjen e investimeve të huaja, gjë që po jep ato frutet e veta edhe në kushtet e një krize. Ajo që sot përdoret gjërësisht stimuli fiskal, ne kemi bërë paraprakisht sepse ka qenë një politike taksave të ulta, e cila ka nxitur rritjen e bizneseve dhe siç mund ta dini vitin e kaluar ne u renditëm në vendin e dytë në 10 reformatorë më të mëdhenj në doing business. Kështu që më falni që ju ndërpres, megjithatë është e pamohueshme që të ardhurat nga emigrantët, eksportet po bien. Dhe megjithse shifrat për papunësinë mund të mos kenë dalë akoma për këtë periudhë që kur ka filluar kriza, nësa duket shumë biznese ose kanë ndaluar përkohësisht punën ose nuk po punojnë me atë ritëm të mëparshëm. Cilat janë masat që merr
qeveria e vendit për ta përballuar këtë krizë kur ajo t'i ketë efektet? Po, qeveria është përgatitur për të kompensuar efektet, e para nga pikpamja fiskale. Si thash, qeveria ka rezervuar një shumë të konsiderueshme monetare, të cilën do ta përdor në kompensim të efekteve të krizës, ku përveç kontingjencave që ne kemi në buxhet, duhet përmend që ne kemi rreth 30 miliard lek nga privatizimet strategjike, të cilat në kushte normale do të përdoreshin për rritje investimesh, ndërsa në situatën e krizës ato do të përdoren në kompensim për të përballuar, të themi, në efektet e krizës. Përveç kësaj, ne si qeveri po konsiderojmë edhe pjesën e shpenzimeve publike, pra po bëjmë rishikimin e vet. Nga ana tjetër, ne kemi krijuar dhe vazhdojmë që të krijojmë një klimë të përshtatshme biznesit, dhe për të krijuar lehtësirat e mundshme në kushtet e krizës, masi biznesi është privat dhe qeveria mund të ndikojë kryesisht nëpërmjet kanaleve fiskale, sepse nuk bëhet fjalë për mbështetje të drejtë për drejtë të bizneseve. Megjithatë, ne kemi menduar edhe për këtë opsion. Nëse kredia është më e vështirë që të merret dhe tregu i kredive është i vështirë, atëherë si mund sigurohen këto ndihma për investimet? Po, cili është opsioni që ne kemi përgatitur dhe që do të zbatojmë në muajt e ardhshëm. Së pari, ne, si thash më përpara, po i japim lehtësirat e mundshme fiskale. Për shembull, unë mund të referoj sepse disa kompanive ju kemi dhënë kredite taksash, domethënë ju kemi shtyr derdhjen e detyrimeve tatimore me kërkesën e tyre, me qëllim që t'u japim kohë për derdhjen e tatimeve në buxhet. Përsa i përket bizneseve të vogla, sidomos atyre që eksportojnë, kemi dy instrumenta në dorë. Kemi një instrument i cili është bërë efektiv që vitin e kaluar, është kredia e eksporteve. Pra qeveria jep garanci për kredit e eksporteve. Instrumenti i dytë është kreditimi shpejt i tatimit të vlerës së shtuar për bizneset që ne i quajmë fason, pra ato që përpunojnë lëndën e parë që vjen nga Italia apo nga vendet përreth, siç janë industria e këpucëve, tekstileve të tjera, dhe këto janë eksportues dhe ne bëjmë jashtë procedurave ose me procedurë të përshpejtuar kreditimin e tyre me qëllim që të mos i vëmë në vështirësi financiare. Përsa i përket kreditimit, ne sapo kemi nënshkruar një kontratë me qeverinë italiane, e cila me fondet e BE-s ofron një kredi me terma më të buta për biznesin e vogël dhe të mesëm. Por ajo që është më e rëndësishme është që qeveria ka negociuar një hua për financimin e deficitit buxhetor me Deutsche Bank dhe me Alfa Bank, e cila do të synojë që të sjellë valutë në Shqipëri me qëllim që të ruajë stabilitetin e lekut, dhe e dyta do të sjellë burime financimi për deficitin nga jashtë me qëllim që bankat shqiptare, burimet e tyre të investimit të mos i përdorin në letat me vlerë të qeverisë, pra për financimin e deficitit të qeverisë, por ti përdorin për kreditimin e sektorit privat. Pra ti krijojmë më shumë hapësirë dhe mundësi sektorit privat për të marrë kredi. Edhe diçka shkurtimisht, meqense ju ishit këtu në takimet e FMN-s, a përfituat nga rasti që të kërkoni ndihmë ose kredi nga shifra që u miratuan nga FMN-ja? Po, Shqipëria, si që thamë dhe në fillim, akoma nuk është në atë listën e vendeve të prekura dhe, si thush, nuk shifet me në një plan emergjence as nga fondi, as nga banka, por ne kemi një hua në proces me Bankën Botërore, që është mbështetje e deficitit të buxhetit, që do të thotë që banka me njëherë mund të levrojë një shumë të paktën për 20 milion dollarësh, pa procedura që vënojnë procesin e marrjes së parave, dhe në këtë marrëveshje ne parashikojmë njëkohësisht edhe shtimin e financimit në rast se kjo do të jetë e nevojshme. Ndërkohë me fondin ne, megjithëse nuk kemi marrëveshje formale, jemi në bisedime, po ndjekim këshillat e tyre dhe njëkohësisht kemi lënë të hapur edhe mundësinë e bashkëpunimit dhe formal në rast se do të jetë e nevojshme në muajt që në vijim, me qëllim që të kemi mundësi të marrim ato mbështetje të cilat ofrohen në kuadrin e krizës. Po, zoti Shehu, faleminderit shumë. Faleminderit.